Ulja e temperaturave gjatë 2 ditëve të fundit të muajit mars ka shkaktuar shqetësime të mëdha në zonën e Myzeqes, ku shumë pemë janë dëmtuar nga procesi i hershëm i lulëzimit të pemëve frutore, por edhe prodhimet që janë mbjellë në sera me plastik. Motet e ftohta në këtë stin pranverore kanë befasuar fermerët e zonës, duke shkaktuar ulje të papritura të temperaturave që kanë prekur bimësinë. Pavarësisht se jemi në mes të muajit mars dhe shumë pemë si pjeshka, dardha, ftoi, kumbulla, zerdelia dhe të tjera janë në fazën e lulëzimit, kamera e televizionit Apollon ishte në zonën e qendrës administrative Fiershegan në fshatin Barbullin. Këtu fermerët kanë plantacione të mbjella me frut, si pjeshka, të cilat janë dëmtuar nga temperaturat e ulta të ditëve të fundit të muajit mars. Këto temperatura kanë ndikuar në lulëzimin e pemëve bërthamore, duke i tharë ato. Jashtë kamerës, fermerët shprehen se asnjë person nga drejtoria Arep Blushnje nuk ka kontaktuar me ta për situatën aktuale në këtë zonë frutore. Pashtu, situata është e ngjashme dhe në disa sera, ku bimët kanë ndier ftohtësinë e motit në këtë stin pranverore. Fermerët kujdesen për mbjelljen e tyre pasi eksperienca e viteve të kaluara i ka bërë ata profesionistë. Ata kanë gjetur metodat e hershme për mbrojtjen e bimëve në situata të tilla, duke siguruar që në çdo moment të kujdesen për serat e tyre.